Balluku, dorëzoni Balluku, dorëzoni Balluku, dorëzoni Balluku. Sepse ai është buxheti jon, është buxheti i shqiptarëve dhe duhet shkojë për mirëqenien e shqiptarëve. Dhe jo në xhepat tuaj. Nuk ka 10%, ju po vjen 100%. Kemi një zëvendës kryeministër e cila akuzohet për korrupsion, ndërkohë që ne nuk paguajmë dot Shiranë e muajit. Zëvendës kryeministra na den me 300 banesa. Belinda Balluku është vetëm alibia për të mbrojtur Edi Ramën. Kemi rrugë të shtyera, kemi rrugë me gropa, por kemi politikan të cilët nuk din sa milion euro vjedhim nga taksat tona. Këtu është krejt e turpshme të kërkohet tërheqje sot duhet kërkohet burg për secilin. Edhe në fakt, sot duhet kuptojmë diçka. Belinda Ballukun nuk e shpëton dot Rama dhe Rama njëkohësisht do të fundoset nga Belinda Balluku. Prindit e mi nuk arrin të jetojnë me pensionet që kanë. Neve vim dhe sa herë që vim dhe mbajmë familjet tona me para. Na kanë rropur popullin, na kanë rropur ne të gjithëve, na kanë rrjepur ne të gjithëve. Kjo është gjuna, sepse Shqipëria është vend kaq i bukur dhe është katandisur në fund nga kjo qeveri e përshtirë, nga kjo qeveri hajdute dhe kjo qeveri duhet rrëzuar.